Përshëndetje dashumiq dhe mirë se erdhe sërish në kuzhinën time. Për sot të kam sjellë një ide për drek ose darkë. Do të përgatisim oriz në furrë me krem beshamel, prosciutto dhe djathë sipas dëshirës. Është një recetë pak ndryshe që del tepër e shijshme për të gjithë ju që keni dëshirë të provoni diçka të re. Pritet në copa, është në formë piteje, është dhe ngjashme me pastiçon. Le të vazhdojmë me përgatitjen. Kam përdorur 2 goda oriz, gjithsej 400 gram. Mund ta hidhni në një sit ose në një tas dhe do vazhdoni ta lani mirë. Larja më tepër varet nga cilësia e orizit, por ne për siguri po e lajm. Pas larjes e hedhim direkt në tenxhere, shtojmë 3 lugë gjelle vaj ulliri, 1 lugë kafe mesatare krip. Për më tepër shije mund të përdorni vegeta ose maggi, unë kam përdorur nga kjo me shije perimesh dhe më duhet gjithsej 1 lugë kafeje. Nëse nuk ju pëlqen ose nuk keni, mund të shtoni 1 lugë kafe me krip jo të plot. Vazhdojmë mbulojmë orizin me 400 ml ujë të vluar, ose 2 goda plot nga ato që matët orizin. Nuk do i bëjmë zjerje të plot, por gjysmë zjerje. Do e lini në zjarr mesatar me kapak të mbuluar plotësisht derisa të pi lengjet. Ndërkohë në një tigan shtojmë 50 gram gjalp. Presim derisa gjalpi të shkrijë. Me të njëjtën peshën e gjalpit do shtojmë miell, 50 gram miell ose 2 lugë gjelle. Do kujdesni që mielli të laget mirë me gjalp dhe të jetë kremoz dhe jo miell i thatë. Siç e shikoni në video, do të trazoni her pas here derisa të marrë një ngjyrë të lehtë dhe një aromë të mirë pjekjeje. Më pas, duke trazuar vazhdimisht, vazhdojmë shtojmë 1 litër qumësht. Pak krip, prafërsisht 1 lugë kafe jo të plot, 1 brez sheqer. Do vazhdojmë duke trazuar vazhdimisht derisa të trashet dhe të kthehet në një masë kremoze. Ja pra siç e shikoni është gati, largojmë nga zjarri. Pasi që kemi larguar nga zjarri dhe ka rënë vala, do e lini për 2 minuta dhe më pas do shtojmë 3 vezë, një dhe nga një. Do e çajmë vezën dhe do vazhdojmë duke trazuar me shpejtësi. Në këtë mënyrë nuk do t'ju pritet, mos keni hiç merak. Ja dhe veza e tretë, i bien pak të çajat e verdha dhe vazhdojmë trazojmë me shpejtësi. Ja pra kremin e kemi gati. Gjithashtu dhe orizi është gati, e ka pirë të gjithë ujin, siç ju thash do i bëjmë vetëm gjysmë zjerje. Kështu që janë të nxehta, i bashkojmë bashkë me kremin. Këtu kam 300 gram prosciutto në feta. Pra e kam bler me feta dhe kam prerë në kubik të vegjël. Mund të zgjedhni çfarë juve t'ju pëlqej. Për ata që nuk e pëlqejnë prosciuton dhe duan diçka më të shëndetshme, mund të prisni pak mish pule në kubik, ta skuqni dhe ta shtoni. Gjithashtu shtojmë 100 gram djathë kaçkavall. Kjo sigurisht është sipas dëshirës, nëse nuk e pëlqeni mos e shtoni. Vazhdojmë përzjejmë mirë. Dhe këtu të dashumiq është momenti që mund ta provoni për krip. Kripa që unë shtova gjatë videos, për mua ishte fikse aq sa duhesh. Ju mund ta provoni dhe ta përshtasni sipas shijeve të juaja. Kam përdorur një tepsi 25 me 35 cm. E lyem me pak vaj. E spërkasim me pak galet, bukë të thekur, ose me pak miell misri, sipas mundësive. E hapim mirë. Vazhdojmë shtojmë orizin që përgatitëm. Ka dalë aq e shijshme të dashumiq, saqë nëse merrni një lugë ta provoni një herë, lugë pas luge do behen shumë herë. Vazhdojmë e hapim me kujdes me një shpatull në të gjithë tepsinë. Vazhdojmë me pjekim në furrë të parangrohur në 220 gradë, prafërsisht 40 me 45 minuta. Do e kujdesni dhe vetë derisa të marrë një ngjyrë të mirë. Pas 40 minutash e largova pak nga zjarri dhe do shtoj pak djathë kaçkavall. Dua të theksoj se kjo gjë është opsionale. Nëse nuk e doni djathin, do vazhdoni me pjekjen duke pjekur edhe prafërsisht 10 minuta të tjera. Do e shikoni dhe vetë derisa të marrë një ngjyrë të artë sipër. I shtova djathin, do pjekim dhe 10 minuta të tjera dhe pas pjekjes së dashumiq, ky është rezultati. Ka dalë një tavë tepër e shijshme, nëse e provoni jam e sigurt se do e përgatisni shpesh. Në familjen time e pëlqejnë shumë, shpresoj dhe për ju që do e provoni ta pëlqejë njësoj. Siç e shikoni, prihet në copa, mund ta shoqëroni me mish pule ose bërxoll, gjithashtu dhe një sallatë dhe kemi gati drekën ose darkën. Ja pra të dashumiq, ku përfunduam dhe me recetën e sotshme.
Nëse ju ka pëlqyer, për të më mbështetur, mos harroni të bëni një like. Gjithashtu mund ta ndani me miqtë tuaj në rrjetet sociale. Për ata që do e provojnë, punë të mbarë dhe ju bëf të mirë. Gjithë të mirat, bashkë miru t'i gjofshim në recetën e radhës.